Partitë opozitare kritikuan akt akuzën për tragjedinë e Koçanit. Si LSDM, ashtu edhe BDI besojnë se prokuroria është selektive kur bëhet fjalë për të kërkuar përgjegjësi nga zyrtarët aktual. BDI kërkoi reagim të menjëhershëm nga Bashkia Ndërkombëtare sepse, siç njoftuan, qeveria po abuzon qartë institucionet për qëllime politike. Prokuroria e ka humbur plotësisht besueshmërinë e saj duke mbrojtur funksionarët e qeverisë, ndërkohë që bashkëpunon me qendra jo formale të pushtetit për të montuar raste kundër ish-ministrave të kundërshtarëve politik. Prokuroria publike me këtë vendim zyrtarisht është deklaruar e kapur. Sipas socialdemokratëve, pa një hetim të plot dhe të paanshëm, pa përgjegjësi për mbajtësit e funksioneve, nuk do të ketë drejtësi të vërtetë për viktimat dhe familjet e tyre. LSDM kërkoi gjithashtu përgjegjësi politike. Pa llogaridhënie nga Janevi, Toshkovski dhe Mickovski nuk ka drejtësi për Koçanin dhe pa drejtësi nuk ka paqe për prindërit, për qytetarët dhe për shtetin. Opinioni duhet të di se kush e frenoi hetimin, kush i mbrojti fajtorët dhe kush mori pjesë në mbulimin e një prej tragjedive më të mëdha në historinë e re të Maqedonisë. Kryetari i VMRO-DPM-s, Kristian Mickovski, theksoi se nuk do të komentoj punën e prokurorisë, ndërsa lidhur me kërkesën për përgjegjësi politike, tha se përgjigjja do të vijë nga rezultatet e zgjedhjeve lokale në vjeshtë. Što dоколку граѓаните сметаат дека јас треба да заменам и да сносам политичка одговорност, уште истиот ден тоа ќе го направам, нема да чекам како што тоа беше во 2021 година, но знам дека граѓаните не го делат истото мислење со СДСМ и останатите кои што се обидуваат преку некрофилска кампања да добијат некој политички поен, мислејќи дека така и мене лично и на владата ќе ни нанесат штета. Prokuroria për krimet e rënda kundër sigurisë publike vendosi të ndjek penalisht 34 persona dhe 3 persona juridik. Nuk u ngritën akuza kundër disa prej të dyshuarve për shkak të mungesës së provave. Në mënyrë shtesë pritet epilog nga hetimi për të gjithë nënpunësit policor të dyshuar për tragjedinë e Koçanit nga Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion.